Përshëndetje të nderuar televizionistë të Akronis TV. Jemi këtu në Kuven. Në Kuven ka pak kohë që e kemi nisë, por shoh që Kuveni po ecën mirë. Në fakt tani Kuvenin e kemi te politika. Është e domosdoshme, kam thënë edhe herë tjetër, është e domosdoshme që ne të kemi politikan, sepse në fundit është një ballafaqim, është një komunikim krejt ndryshe, me atë çfarë ngjet në fashën e tyre politike, por që edhe në mediat e komunikimit, pra ndritare që ne besojmë që është një dritare dinjitoze, por Lezhën që është në Kuven, kështu që duke patur edhe pak ditë, jemi me datë 5 edhe 6 ditë për qenë te përballja në fushatën elektorale, pra në zgjedhjet e datës 11 maj. Unë disa herë kam bërë një apel që i kemi përballë të dy frontet politike. Normal nuk detyrojmë askënd me zor për qenë, por kjo dritare është e hapur për gjithë edhe këtë javë, për qenë përballë. Sot kam të ftuar Gjin Gjoni, që është kandidat i Partisë Demokratike edhe i Aleancës Shqipëria Madhështore. Gjin, të falenderoj që je përgjigj ftesës dhe je sot në Kuven. Faleminderit, është kënaqësi për mua që sot jam këtu. Gjithashtu kam Lindita Metalje, deputete deri në legislaturën e re që vjen, edhe është kandidate, po këtij formacioni është kënaqësi Lindita që kemi këtu dhe besoj në këtë Kuven, po e quaj Kuven burrash, por jo në konotacionin negativ, nuk është një lloj pejorativi negativ, kështu që Kuveni Lezhë ka lezet edhe me gra. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Okej, ne të fillojmë duke thënë Gjinin, besoj që e njohin gjithë tashmë, Gjin Gjonin, që unë të filloj pak bëj një profilim Gjin, që vitin 94 gjyqtar në gjykatën e Tiranës, të vjen nga fusha e jurisprudencës. Vitin 2009 emërohet gjyqtar në gjykatën e Apelit Tiranë, 2013 zgjidhet antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pra duke qenë pjesë e qeverisës drejtësisë. E tani jeni pjesë e asaj që aspironi për qenë në drejtimin në legislativ kombëtar. Po vitin 2013 është zëvendës kryetari i Konfederatës, Konferencës Gjyqësore Kombëtare, si dhe antar i Këshillit Drejtues të Shkollës Magjistraturës. Vitin 2015 zgjidhet presidenti i Këshillave Gjyqësor të Ballkanit. Interesant, nuk e di. Euro-Mediterane dhe Ballkan. Po, këtë nuk e di. Edhe vitin 2016 zgjidhet antar i Kolegjit të Zgjedhor, ndërkohë që kemi dhënë dorëheqje me 17 korrik 2020. Pra ky është Gjini. Gjini, si duket nga ajo që ti gjithmonë je marrë me gjyqësorin sot në politikë, domethënë, ai kishte menduar ndonjëherë që do jesh në politikë? Të them të drejtën, unë filleset e mia i kam qenë dhjetorin e vitin 91. Dhe padyshim që kam qenë pjesë e protestave të Partisë Demokratike në atë kohë dhe lëvizjes studentore. Padyshim që kam qenë edhe i regjistruar në grevën e urisë dhe kam marrë pjesë në gjithë aktivitetin studentor të asaj kohe. Dhe në vitin 1991 unë kam qenë i ngarkuar nga Partia Demokratike për shpërndar programin e Partisë Demokratike në pjesën e Gjadrit dhe të Zadrimës. Po domethënë je në habitatin tënd? Domethënë në habitatin tim edhe për shkak të origjinës familjare. Por jeta mori një drejtim tjetër dhe në vitin 1993 unë fillova punë si ndihmës gjyqtar pranë gjykatës Tiranës dhe pastaj sipas asaj kronologjie ka vazhduar të gjithë hapat e karrierës dhe padyshim që kalosh nga gjyqësori në politikë është diçka komplet e ndryshme. Nga një njeri i cili ishte mbyllur në zyra dhe që kërkohet që të vejë ca perde në kontakti me njerëzit, sot suksesi i politikës është kontakti me njerëzit dhe ka ndryshim me 360 gradë. Po shumë bukur, do të flasim edhe për këtë. Gjinin mbes këtij fakti dhe gjës tjetër që po përjeton tani, domethënë se si e përjeton Gjini dhe si e ka kanalizuar veten. Do flasim më tutje. Ndërkohë që kam Linditën, Lindita është një emër i njohur tashmë në politikë bërjen shqiptare, jo vetëm të Lezhës. Deputete 2 mandateve, 2017-2021, pastaj keni dorëzuar në 2019, nuk e di apo të mira keq në atë kohë Lindita. 2 vite, kryetare e degës Partisë Demokratike në Lezhë zgjedhjet vendore 2023, deputete 2021-2025 për Lezhën. Edhe është e rëndësishme kjo se do të jetë gjatë kohës do pyesim si funksionon deputeti domethënë me komisionin e tjerë. Ke qenë antar e Komisionit të Sigurisë, në Komisionin e Ligjeve, Çështje Sociale Shëndetësore, antar e Komisionit Hetimor TIMS,
me eksperiencë e diplomuar në juridik normal, eksperiencë gjatë 10 vjeçare në fushën e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore si përmbaruesi gjyqësor, por edhe si avokate. Ndërkohë që tani lindita nga deputete, ti je kandidate për deputete. Në fakt është vetëm deputete në të ardhmen apo si është? Kjo është një pyetje, po në fakt vlen për të parë datën 11, sepse gjithmonë unë patjetër që kur futem një garë dua ta fitoj garën, por do jenë qytetarët ata që do vendosin nëse më riduan përsëri si përfaqësuese e tyre, nëse më vlerësojnë për atë çfarë kam bërë gjatë këtyre 2 mandateve, dhe unë jam e bindur dhe besim plot që Lezhë do të më rimandatoj me një tjetër mandat, sepse mendoj që i kam përfaqësuar drejtësisht, mendoj që e kam bërë punën time, por kjo vlen për të parë me datë 11. Kështu që shpresojmë, jemi në kontakte të vazhdueshme, jemi duke kërkuar votën derë më derë të çdo banor, të çdo qytetar, të çdo individ, të çdo zgjedhër, sepse në fund ditës kjo është një betejë elektorale, është një betejë për te forca politike, për te partive politike, është një betejë për të ndryshuar situatën, për të ndryshuar Lezhën, për të ndryshuar qarkun Lezhë, për të ndryshuar Veriun dhe gjithë Shqipërinë, kështu që del për te forcave politike, për te ambicjeve individuale, sepse në fund të ditës është në rrezik ekzistenca kombëtare, është në rrezik jeta ekonomike e familjeve tona, e ardhmja e këtij qyteti. Kështu që unë besoj fort që në këtë garë unë do t'ja dal sepse jam tip luftarak, nuk tërhiqem përpara sfidave, kështu që do t'i shkoj deri në fund kësaj sfide. Keni 2 gjëra të përbashkëta. Domethënë po them, dy gjëra në pikpamjen e karrierës politike, sepse keni drejtuar Partinë Demokratike. Lindita ke drejtuar këtu në Lezhë, po ashtu dhe Gjinjë. Dhe është një pyetje e përbashkët që pastaj gjën tjetër ta them pastaj. Domethënë, ke pas sukses si drejtuese e Partisë Demokratike, a ka qenë e vështirë për drejtuar Partinë Demokratike këtu në Lezhë? Shiko, të drejtosh Partinë Demokratike Dega Lezhë është e para është një privilegj dhe është kënaqësi shumë e madhe sepse është por nga ana tjetër është një përgjegjësi shumë e madhe dhe është më tepër ta marrësh drejtimin e Degës pasi një kryetar Degë jep ndërheqjen dhe vetëm 3 muaj përpara zgjedhjeve vendore. Pra, i gjithë organizimi duhet bërë nga AJA, nga seksioni, grup seksioni, gjitha strukturat, aq më tepër vështirësi të mëdha pastaj të plotësosh edhe qendrat e votimit. Pra, është të drejtosh Degën në shumë komplekse. Kërkon një mirë organizim, kërkon një vullnet madh politik, kërkon një angazhim të gjitha strukturave, të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike, pra kërkon një skuadër të plot, një ekip të cilët duan të përballen dhe padyshim që duan ta fitojnë sfidën. Ishte një sfidë shumë e vështirë, zgjedhjet e 14 maj 2023, kam thënë disa herë dhe po e rikthem tash që kanë qenë në zgjedhjet më të vështira, sepse vetëm zgjedhje nuk ishin, ishte një masakre e madhe elektorale, u konsumua një krim i madh elektoral, u parat u hollën lumë, u përdor administrata publike, u përdorën fondet publike, asetet publike, u përdorën parat e pista, u përdorën banda dhe krimi organizuar të cilët u vendosën në funksion të zgjedhjeve dhe padyshim, nuk mund të lënë të papërmendur, dhe bashkëpunimin me policinë e shtetit. Unë e kam thënë edhe, se përmend më herët që kam qenë edhe jam antare e Komisionit të Sigurisë, i kam përmendur me emër të gjithë drejtuesit e policisë Lezhës që kanë qenë deri në ato momente, duke filluar nga Bebi Bushati, i cili me 14 maj i shërbeu në fakt Partisë Shtet, dhe vetëm 10 ditë pas zgjedhjeve me vendim të AMP-s të Ardi Veliut u shkarkua, sepse e kryu misionin e tij, bashkëpunoi për fitoren e Pirin Dreut, por edhe më herët, 2 drejtuesit e tjerë ishin të 2 bashkëpunëtorë me krimin organizuar, tutor parcelave të drogës që bashkëpunuan me krimin organizuar. Pra ishte gjithë kjo paketa e bashkëpunimit që i dha fitoren e Partisë Socialiste. Edhe pse bëm denoncime, edhe pse denoncimet ishin publike, ishin me video, madje videot i publikoi edhe doktor Berisha, SPAK-u nuk reagoi. Ka patur denoncim nga ana ime ndaj Bashkisë Lezhë dhe kryetarit Bashkisë për asfalt elektorale, për krimin elektoral, për trotuare elektorale, por që edhe ajo u pushua. Pra, ka qenë një bashkëpunim i të gjitha institucioneve të kapura nga Edi Rama dhe në pushteti vendor, që i bën të mundur që në t'i jepej fitoria e pamerituar, e pavotuar e kryetarit aktual të Bashkisë, sepse kuptohet ishte një dyshe
mos lëm pa përmendur këtu dosin që ta fekatë, që është me zëdhë me figurë se si intimidohen drejtuesit e arsimit, se si intimidohen qytetarët, dhe gjitha këto bën të mundur që sot kemi atë fatkeqësisht atë kryetar bashkie drejt. Kështu që një sfidë e vështirë, moment i vështirë, por që vlen për të përmendur që të marrë 16.376 vota në ditë të vështira, me gjithë të katrahu që ndodhi, ndërkohë që në 2021 ishin 15.000 vota, pra u rritëm me 1.200-300 vota në Lezhë, besoj që nuk është pak ma të situatë të minuar, ma të proces të minuar, ku pa dyshim nuk ishim as mbështetjen e ndërkombëtarëve, as vëmendjen e ndërkombëtarëve, ishim pa sigël pa vull, ishim një forcë politike që në fletën e votimit nuk ishte as sigla e Partisë Demokratike, as emri kryetarit Partisë Demokratike, pra ishim pa komisioner, ishim pa vëzhgues, pra po të themi ishim në dorë të Zotit me qytetarët dhe për qytetarët. Okej, atëherë gjin prapë e njëjta pyetje është. Domethënë drejtues i Partisë Demokratike këtu. Domethënë me gjithë sipas kësaj që thotë Lindita, i morën këto kushte. Padyshim Dhe çfarë bëre tre? Çfarë solli tre për Partinë? Në radhë të parë unë duhet të falenderoj zonën Metalia në lidhje me gjithë drejtimin në periudhë e cila ka qenë e komanduar për atë periudhë dhe kryete dy funksione, dhe funksioni i deputetit dhe funksioni i kryetarit të partisë. Padyshim që nuk është e lehtë që të jesh edhe në parlament dhe të kesh drejtimin e partisë. Megjithatë, kontributi i zonës Metalia ka qenë i jashtëzakonshëm edhe në angazhimin e fushatës elektorale të zgjedhjeve të 23-shit, të zgjedhjeve lokale. Padyshim që partia në momentin që erdha ishte një moment krize, duhet ta themi, për një arsye shumë thjeshtë, edhe për shkak të konfliktit të brendshëm që ndodhi në Partinë Demokratike dhe vinim direkt pas një konflikti. Në momentin që unë jam zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, nuk kishim as vulën, as logon dhe grupi parlamentar. Do të ke filluar pa vul, pa gjë fare këto, ha? Patjetër. Okej. Sepse e tillë ishte situata. Padyshim që është një të them të drejtën moment jo shumë i përshtatshëm, pasi strukturat edhe për shkak të humbjeve të zgjedhjeve të përgjithshme dhe zgjedhjeve të lokale vinin pas dy disfatave, pavarësisht se në Lezhë fitoria e Partisë Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme ishte, por kur nuk është në akordancë pushteti qendror me pushtetin lokal dhe pushteti lokal sot ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe nga takimet të cilët kam me qytetarët e Lezhës, më shumë janë të interesuar për pushtetin lokal sesa për pushtetin qendror, sepse ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarëve, me lejet, me legalizimet, me marrjen e ujit të pijshëm, të energjisë edhe elemente të tjera, të cilët janë ndërthuar dhe nuk ka një kufi ndarës midis kompetencave të pushtetit lokal me pushtetin qendror për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Nga krahu tjetër, të them të drejtën, kishte një demoralizim total të strukturave. Dhe pas humbjeve të zgjedhjeve lokale dhe për mu 3 dhe 4 momente kanë qenë decisive, të cilët kanë quar në një lloj plagështie të strukturën e Partisë Demokratike dhe për mu edhe Partia Demokratike edhe për shkak gabimeve të veta krijoi këtë lloj situate e cila nuk ishte shumë e favorshme. E para është reforma territoriale dhe padyshim që krijoi një kosto shumë madhe duke çpopulluar qendrat banuara dhe qytetet të cilët me të drejtë edhe zoti Berisha dje në takimin e mirëdites e përmendi që gjykatat e prokurorit duhet shkojnë aty ku kanë qenë. Dhe kjo do jetë pjesë e reformës së ardhshme të Partisë Demokratike me fitimin e zgjedhjeve. Së dyti është lënia e mandateve, e cila dha një kosto shumë të madhe, sepse ndryshimet kushtetuese sollën çekuilibrimin politik dhe të balancës së koalicioneve dhe keq përdorimit që u bën atë moment edhe nga faktori ndërkombëtar. Dhe e treta është lënia e moshyrën në zgjedhjet lokale. Dhe padyshim që kjo dha një kosto sidomos për qytetin e Lezhës, pasi njerëz të cilët ishin punësuar deri në atë kohë dhe marrin familjet e tyre, në rast se i shohim në progresion gjeometrik dhe aritmetik, i bie që rreth 400-500 veta të cilët punonin në administratën shtetërore dhe këta ishin të lidhur me familjet e tyre të cilët kishin nga 2-3 veta që mbanin dhe me lënien e zgjedhjeve lokale pjesa më e madhe u largua dhe sot pjesa më dhimbshme e qytetit Lezhës është
pjesa e emigracionit dhe burimeve njerëzore, që është ka lënë pasoja të jashtëzakonshme në organizimin e strukturave të Partisë Demokratike. Dhe e treta, e katërta është ajo të cilën Sali Berisha e ka përmend, që ngabimi më i madh i jetës time zgjedhja e Lulzim Bashës, si kryetari i Partisë Demokratike, dhe padyshim ishte lënë pasojat e veta për shkak edhe të momentit në të cilin u shput, dhe mënyra se si u nda, dhe ishte një punë dy fish, të them drejtën, dhe e kisha më të lehtë se sa Lindita dhe për shkak të qenies me kohë të plotë si kryetari i partisë. Në një farë mënyrë keni një merit të dy, sepse keni ndikuar në shëndoshin e strukturës. Padyshim, bashkë me Linditën ne i hymë dhe krefim të gjithë strukturat e Partisë Demokratike në çdo seksion. Kemi shku me javë të tëra në çdo degë, grup seksioni, seksion për të bërë organizimin. Padyshim që burimet njerëzore janë dhe pjesa intelektuale e Lezhës ka një stonim në lidhje me këtë, nuk është shumë aktive, nuk duan që të përfshihen, aq më tepër edhe njerëz të cilët kanë konsumuar pushtet nga Partia Demokratike, sot nuk i ke pranë Partisë Demokratike, sepse për shkak të përfitimeve të tyre rrinë në hije dhe nuk afrohen te Partia Demokratike, dhe ky është edhe një problem tjetër i cili është i trashëguar për shkak edhe kozjatjes të opozitës. Okej, pyetja tjetër është për dy. Ndërkohë që lindjet e ti e prisë që do jesh në listat e hapur, e pas çiftmbetje etj. Ose je jo në preferencat e Berishës? Jo, nuk mund ta quaj kështu. Unë mendoj që lista hapur të afron më shumë me zgjedhësit, të afron më shumë me votuesit, patjetër që lista hapur është gare fort, është përballje direkte, sepse në fund ditës në fletën e votimi përveç siglës forcës ku aderon, që është Partia Demokratike, ke dhe emrin tënd, kështu që nuk është e lehtë, domethënë që të përballesh në terrenin ku ndodhemi, ku Lezhë patjetër ka problematikat e veta që i ka trashëgon tashmë në gjithë këtë periudhë, por padyshim unë edhe pse jam në garë shumica e burra, domethënë unë po bëj më të mirën e mundshme, po kontaktoj njerëzit nga mëngjesi deri në darkë, kështu që jo, unë nuk respekti ndaj njerëzve nuk më ka munguar asnjëherë, kështu që e shikoj që në kontakte me njerëzit shoh mirënjohje ndaj tyre, shoh që ti je pjesë e garës listës hapur, patjetër ka sfidat e veta, është më tepër për një grua, ka vështirësitë e veta, terreni është shumë i gjerë, është shumë i vështirë. Edhe maskulist. Edhe maskulist, po duam sepse jemi një çark verior. Edhe punon më fort tani. Shiko, unë kam besim që gratë do mbështesin gratë. Bravo, po shiko mund tash. Tani ti punon më fort, edhe ju punoni më fort sepse patjetër, nëse deri dje do ishi pak t'ia fut xhuma aty ke listat e mbyllura, ha? Ndoshta ajo ishte. Majta se djafës po. Nëse deri dje demokratët kanë punuar për listën për të nxjerrë deputetët, tani është që deputetët po trokasin jo vetëm tek demokratët, por edhe tek socialistë e ndershëm, edhe tek pjesa gri, edhe tek pjesa më inaktive që mbase nuk ka votuar asnjëherë. Pra, është tashmë një funksion i ndërsjellë që kandidati troket tek qytetari për të marrë votë në mënyrë që të jetë nesër në shërbim të atyre qytetarëve. Pra, lidhja është më e fortë, lidhja është direkte, lidhja do të jetë më qëndrueshme, kuptohet, dhe padyshim vota ka peshën e vet. Unë mendoj fort që qytetarët e lirë do dinë të votojnë me mend dhe ta peshojnë votën. Okej, se do flasim për këtë, por shiko, Gjinë, unë për shembull dhe re tek gjuha e trupit që thuhet nganjëherë, gjuha e trupit. Për shembull Berishës i lexohet gjuha e trupit. Ai duket sikur ka një afeksion për njerëzit me karakter të fortë, me kështu të fortë, domethënë që bërtasin fort, protestojnë fort, lëvizin fort dhe më radh. Edhe ka pas një lloj afeksioni për Gjinin, mirë po kur pash për syet nuk ishte listat mbyllur, thash atu gara ky afeksioni. Cila është gjëja që ka ndodhur në këtë rast? Tani e vërteta është që unë jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur që jam në listë hapur. Jam në listë hapur dhe unë kam pas një bisedë të hapur me kryetarin e Partisë Demokratike dhe asnjëherë s'kam pretenduar që të jem në listë mbyllur. Edhe për shkak karrierës politike, por edhe për shkak të ardhjes si prurë e re e Partisë Demokratike, sepse karriera ime politike është 1 vit e sa, padyshim që ka njerëz të cilët kanë background politik dhe padyshim që janë edhe në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, dhe për mua biseda ka qenë hapur, i kam thënë që edhe i nënti të jem në listë, unë padyshim në listë hapur,
do jem me kontributin tim, do bëj çdo përpjekje që të sjell vota për Partinë Demokratike. Okej. Dhe nuk shoh në mënyrë më absolute as edhe një lloj largimi ose afrimi në lidhje me kryetarin e Partisë Demokratike, sepse pozicioni im është pozicion zyrtar dhe marrëdhënie zyrtare me kryetarin e Partisë Demokratike dhe padyshim respektoj çdo vendimarrje të kryetarit të Partisë Demokratike. Kam pas diskutimet e mia, padyshim, edhe në lidhje me kompozimin e listës dhe të them të drejtën kam pas mirë kuptimin për aq sa është e mundur se duhet ta pranojmë sepse njerëzit të cilët janë në krye shohin big view, shohin pak përtej nivelit të zonës, ka patur edhe një të themi kërkesë nga ana e qytetarëve të Lezhës dhe strukturave drejtuese që Gjini duhet të jetë listë hapur, ndoshta edhe për shkak të lidhjes që kam patur këtë periudhë kohe edhe besimin që u kriju midis me dhe qytetarëve dhe strukturave të Partisë Demokratike, por që realiteti do e tregoj, padyshim që po luftojmë fort që dhe unë jam besim plot që gjithë kandidaturat e Partisë Demokratike janë shumë më të mira se sa të Partisë Socialiste. Fakti e tregon që ata nuk janë të zotë vinë as në përballje dhe në debat në kuvend, por edhe në debatet e tjera. Padyshim që mjaftohen me intervista rrugë dhe me deklaratat të cilët janë të shkruara dhe unë shoh një mbështetje të madhe dhe popullore nga ana e simpatizantëve, por edhe e qytetarëve të qarkut të Lezhës dhe padyshim që Partia Demokratike do jetë fituese në zgjedhjet e 2025-11 majt, e cila janë zgjedhje përcaktuese. Përcaktuese jo për Partinë Demokratike, por për të ardhmen e Shqipërisë. Okej. Dhe shpeshherë unë e them dhe do e përsëris edhe në kuvend që nuk ka si lloj vlere zgjedhja e Xhinxhonit si kandidat i Partisë Demokratike në parlamentin e ardhshëm. Për mua ka më shumë rëndësi fitoria e Partisë Demokratike. Okej, domethënë ti je kandidat kauze. Absolutisht, absolutisht, sepse Pa qef media. fitoria e Partisë Demokratike do bëjë të mundur realizimin e gjithë programit të Partisë Demokratike, i cili është një nga programet më të mira që një forcë politike dhe vetë Partia Demokratike ka paraqitur në këto 34 vjet. Dhe sado që lindita apo unë të jemi deputet, në rast se do jemi deputet të opozitës, ju e dini se këtu në Shqipëri dhe me fitoren e Partisë Socialiste dhe 30-40% e popullsisë do largohen dhe ky vend do shkretohet. Kështu që parësore dhe primare është fitoria e Partisë Demokratike dhe secili prej nesh përfshi mua linditën dhe kandidatët e tjerë, pavarësisht garës dhe emrit që kemi në listë, e rëndësishme është fitoria e Partisë Demokratike. Okej, kemi dy gjëra të ndryshme, për shembull, pakën kështu. Se kemi një deputete që aspiron për të bërë deputete edhe Gjini si kandidat. Nuk e di, eksperienca jote në këtë rast, a e keni komunikuar ndonjëherë me Gjinin dhe çfarë mendon që ke qenë realizuar si deputete, ke bërë gjëra të duhur, ke gjëra sepse unë kam lexuar diçka për gjithë deputetët e Shqipërisë. Kam lexuar diçka nga Instituti i Studimeve Politike dhe në fakt aty ka gjë domethënë që mendoj unë, nuk e di se si operoni, si keni operuar ju, por njeriu e shef, për shembull, të gjithë duke marrë statistika që janë që tek pjesëmarrje, tek nismat ligjore, etj me radhë, dhe rezulton tek një shifër, po jo dash e kënaqshme lindita. Me çka kam pa unë. Tani, në këtë rast, cila është gjëja që ju keni komunikuar me njëri tjetrin, domethënë? Cili do të jetë deputeti i ardhshëm? Çfarë do të ketë? Ku do të mësoj më fort, etj me radhë? Shiko, Gjergji, e përmendëm herë që unë jam deputete 2 mandateve. Dhe në fakt, si deputete opozite, dihet që opozita ka fjalën në kuvend. Ka fjalën në kuvend, fjalën në komisionet parlamentare, ka fjalën në media, apo kudo që t'jepet hapësira publike, që jo shpeshherë kemi patur, sepse në 2 mandatet e mia, mund ta them me plot bindje, që kanë qenë 2 mandate më të vështira. Mandati i parë ishte mandati i periudha kur dorëzuam mandatet që ne quaj gabim fatal dhe një vetvrasje politike për Partinë Demokratike. Dhe padyshim 2019 pastaj vijoi me dorëzimin e bashkive dhe mos pjesëmarrje që ishte një tjetër gabim i rënd. Padyshim demokratët u zgënjyen pafund dhe ne bashkë me ata sepse dolëm të gjithë në rrugë.
Dhe mandati i dytë pastaj ishte momenti i përçarjes së Partisë Demokratike, i përplasjes, i përballjes, ku padyshim ishin demokratët ata që vuajtën dhe ishin pasoja direkte tek ata, sepse të gjitha këto sollen një produkt që jo shumë pozitiv, jo shumë gjitës, jo shumë i mirë për të ardhmen e Partisë Demokratike. Po ja ku jemi sot, jemi të bashkuar, sot kemi kryetarin e Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berishën, sot njihemi ligjërisht edhe në nivel ndërkombëtar si forca më e madhe opozitare, ku bashkimi është arritur, ku kemi siglën, kemi vulën, kemi edhe nga pikpamja institucionale, jemi të kompletuar dhe jemi të gatshëm në përballjen e 11 majit. Padyshim vim me një program të jashtëzakonshëm, programi më i mirë i gjitha kohërave që ka patur ndonjëherë Partia Demokratike, padyshim do jetë programi alternativës qeverisë së nesër të Partisë Demokratike. Por thjesht deputet opozitës nuk është e lehtë, sepse kërkon votën tek qytetarët, ndërkohë që në shërbim nuk je pasgjë. Çfarë do thotë kjo? Kërkon mbështetje, nga ana tjetër nuk je fuqi, nuk ke mundësi që të japësh mbështetje. Përveç se ti dëgjosh, përveç se ti presësh, përveç se të jesh palë me ta, përveç se ti u prish në protesta, në aksion opozitare, në betejë, përveç se të bërë zëri i tyre, i çdo halli, çdo problematike, i çdo shqetësimi i tyre, do të kërkosh më të madhe zgjidhjen e tyre, por që në shumicën e rasteve, për të mos të thënë 100% rasteve, zëri jot bjen në vesh, në sy shurdhër, jo të ndihesh keq, ndihesh e dobët, nuk ndihesh fuqi plot, sepse në fund ditës ke marrë votën, por nuk ju kthen dot mbështetjen. Kështu që unë do shpresoja shumë që në këtë mandat të isha deputete e pushtetit, e pozitës, unë jam e bindur që ne do t'i fitojmë zgjedhjet me qytetarët, për qytetarët dhe me programin që kemi, padyshim me ekipin më të mirë që ka patur ndonjëherë Partia Demokratike, ashtu më tepër përballë një force politike që vetëm kandidat nuk do t'i quaja, sepse kandidat që nuk vinë në përballje, kandidat që nuk kanë çfarë t'u thonë qytetarëve, të cilët i kanë majtur për 12 vite peng, kjo është e qartë tashmë, sepse ata duhet ishin parë që duhet pranonin përballje me ne, duhet ishin parë që të vinin dhe të flisnin për 12 vitet e tyre, ndërkohë që janë 12 vite dështim, 12 vite varfrim, 12 vite vjedhje, 12 vite korrupsion, 12 vite shpopullim të vendit. Ndërkohë që ne vim me programin ton, vim me alternativën ton, nuk vim me tallava, nuk vim me yllin me 5 cepa në bluzë, nuk vim me tallje dhe me fyrje për burrat dhe gratë të këtij vendi, por vim me një program që ka të bëjë me rritjen e mirëqenies, me rritjen e ekonomisë, për përmirësimin e jetës të trive të rejave, me rritjen e pensioneve, të ndihmës ekonomike, me mbështetje për bujkull dhe për blegtorin, me mbështetje për çiftet e reja, për mbi gjitha për të kthyer një vëmendje ndaj emigrantëve, të cilët po na lënë çdo ditë më shumë, ku në 12 vite janë larguar 1.100.000 shqiptarë, kjo është e këmbana alarm, është një e tmerrshme për ne si prindër, për mua si nën, por edhe si përfaqësues i qytetit Lezhës, teksa e shoh qytetin tim kur jam lindur, jam rritur, dhe ku kam zgjedhur të jetoj bashkë me familjen time, të bosh atise çdo ditë. Ne kudo ku trokasim, gjejmë shtëpia bosh. Dhe shikon që në hyrje që është rrit bari dhe ferra, tregon që aty nuk ka njeri. Ose gjejmë 2 pleq apo 1 plak të vetëm në shtëpi, madje na thonë, nëse nuk na shoqëroni ju, ne nuk kam me këtë shkoj të votoj. Pra është një këmbën alarmi. Që të shkojmë pak më të pas. boshatise. Po, të shkojmë pasaj ke problematikë që keni ndesh ande këtej, ju por që të vazhdoj pak me Gjinin. Gjin, cili është konturi nesër pas nesër i Gjin Xhorrit deputet? E ke profiluar pak a shumë, ke vënë një skelet ose është modeli gjithmonë se për të prodhuar diçka, për të nxjerrë diçka, është modeli është rrënjësor. Padyshim që unë kam modelin tim, nuk jam politikani as Sali Berisha, as politikan të tjerë, se pjesa më e madhe e manualeve politike, deputeti dhe kongresmeni ose antari i parlamentit, padyshim që merret me punën parlamentare dhe me formulimin e ligjeve dhe me komisionet hetimore, por ajo është e lidhur edhe me kontaktet e përditshme dhe me shqetësimet të cilët kanë njerëzit. Padyshim që shpeshherë mandati dhe qenia deputet për qytetarët ngatërohet me funksionin për cilën ai ka, sepse gjithçka është e lidhur me zgjidhjen e problemeve dhe deputeti duhet të jetë zgjidhësi i problemeve, por në realitet duhet të jetë pushteti lokal në bashkëpunim me pushtetin qendror dhe kjo është arsyeja pse sot ka atë ndarjen dhe midis ekzekutivit, legislativit dhe pjesës së gjyqësorit dhe medias, dhe padyshim që presioni dhe unë jam besim plot që Partia Demokratike do jetë fituese në zgjedhjet e 11 majit të 2025-s, dhe duke qenë
fituese, padyshim që gjithë kontributi im do jetë në përpunimin dhe traftimin e ligjeve, por njëkohësisht edhe ngritjen e iniciativave ligjore, të cilët kanë të bëjnë në lidhje me përmirësimin e jetës dhe shërbimeve të qytetarëve të Lezhës, që atë kanë të bëjnë me energjinë, kanë të bëjnë në lidhje me infrastrukturën, me ujin, dhe është e papranueshme që në vitin 2025 diskutojmë të njëjta gjëra të cilët kemi 34 vjet që i diskutojmë. Dhe sot Lezhë është në një gangren të papar në lidhje me energjinë elektrike. Dhe shpeshherë në takimet që shkojnë qytetarët me përfaqësuesit e Partisë Socialiste, ngrihen problemet e energjisë elektrike, të ujit dhe të infrastrukturës, dhe njerëzit të cilët janë në këto takime, drejtuesit, thonë ti s'ke të drejtë flasësh për energjinë, për ujin dhe për infrastrukturën, sepse ti merr pjesë në mitingjet e krahut tjetër. Do me thanë një anashkalim dhe propagandë e kësaj natyre, në mënyrë më absolute nuk zgjidh asnjë lloj problemi, por nga ana tjetër, me marrjen e pushtetit të qendror, padyshim që do kthejmë syt tek pushteti lokal. Dhe është imediate dhe emergjente që shërbimi i qytetarëve të Lezhës nga njeriu i parë i bashkisë, jo vetëm Lezhës, por edhe të Kurbinit, duhet të ndryshojë rrënjësisht në mënyrën e konceptimit, sepse qytetari i parë i Lezhës është shërbëtor i qytetarëve, nuk është polici apo komandanti i ushtrisë me ushtarët të cilët vetëm ushtrojnë presion, vetëm shkojnë dhe mbledhin taksa dhe janë dhe ka kaluar një trajt dhe një natyrë shumë të keqe që kryetarët e bashkisë janë kthyer në drejtor të burimeve njerëzore dhe japin urdhër dhe kush pastruese do të hyjë në punë. Kush njeri do të hyjë në punë. Kryetari i bashkisë është drejtuesi ekzekutiv, por nga ana tjetër zhvillon politikat vendore të një qyteti. Se do kemi një pyetje të posaçme marrëdhënia deputetëve dhe qeverisë vendore, do kemi pastaj. Ndërkohë që duke kaluar në një moment promocional, do kemi një pyetje konkrete për një sindrom që Lezhë për fat keq e ka pas dhe ju po e artikuloni me shumë forcë. E keni artikuluar me shumë forcë. Shkojmë një spot publicitar edhe rikthehemi këtu në Kuven studio. Jemi rikthyer këtu në studio në Kuven, kam Gjin Gjorin e Partisë Demokratike dhe Lindita Metalie dhe po flasim për politikë. Po flasim në momentet kur jemi gati në finishin e fushatës elektorale. Gjin, para se të bëj pyetjen, do të nxjerrim pak edhe atë çfarë ju keni artikuluar edhe në një media dhe në disa media, qoftë edhe në rrjetet sociale që keni ju me radhë, por edhe në komunikatat që keni nxjerrë. Dhe problemi është që ju thoni që ka arvadje për vjedhjen dhe votave frontalisht. Pra atë çfarë ke thënë në media, le të ndjekim një moment. Unë gjatë gjithë periudhës së fushatës elektorale kam një informacion të detajuar në lidhje me gjithë njerëzit të cilët kanë ble zgjedhjen në periudhën e vitit 2021 dhe 2023 dhe me foto. Po, me foto. Me foto dhe persona të cilët kanë shpërndar lek ose kanë ushtruar presion. Këto njerëz unë dhe grupi punës jemi po i marr në një vëzhgim total dhe ju kam kërkuar dhe njerëzve të cilët janë afër meje që të evidentohen me foto dhe dokumentim real. Në mënyrë edhe në cilësinë e ish gjykatësit të shkojmë me prova përpara njerëzve dhe organeve të drejtësisë apo organeve të cilët janë përgjegjëse për monitorimin e zgjedhjeve, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, por edhe organizave ndërkombëtare. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm. Një çështje tjetër e cila është shumë e rëndësishme është monitorimi i qendrave të votimit, sepse ç'a ndodh? Zgjedhjet në Lezhë zakonisht ndryshohet rezultati 2-3 ditë para zgjedhjeve. Dhe në zgjedhjet e fundit me mekanizmin e shitblerës dhe të presionit, ose me marrjen e kartave të identitetit, apo me presionin që u bëhat komisionerë dhe numëruese për mos u shku në qendrat e votimit. Ne kemi ngritur grupe monitorimit në 2 cepet, do me thanë,
pjesën në qytet dhe në 2 zonat, që është pjesa e Zadrimës dhe pjesa e Shënkollit dhe e Zejmenit, dhe padyshim që kemi grupe të gatshme që do krijojmë në ditët, duke filluar që nga dita nesme, dikute rreth 50 deri në 7 veta në një zonë dhe 50-7 veta që të bëjnë lëvizjet për të kontrolluar dhe monitoruar çdo njeri i cili merret me shitblerjen e votës. Dhe do i bëjmë publike përveç rastit se do i denoncojmë. Padyshim që ne do jemi shumë të ashpër me secilin prej atyre që tenton të prek dhe të vendos duret mbi zgjedhjet. Është e papranueshme që sot në vitin 2025 të diskutojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe kjo duhet marrë fund një herë e përgjithmonë. Dhe njerëzit duhet të mësohen që të votojnë të lirë dhe të qetë. Dhe është e papranueshme që në Kosovë, megjithëse një shtet 10 vjeçar, standardi i zgjedhjeve është një standard i cili është pranuar nga gjithë faktorin ndërkombëtar dhe asnjë nga partitë politike nuk kanë as edhe më të voglin shqetësim në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve dhe njerëzit atje e ndjejnë si detyrim votën për subjektin ose për personin të cilët ata përfaqësojnë. Mirë, kjo ishte gjin, ajo që ju keni artikuluar me Adi Krasën në studio dhe keni folë drejt për drejt që në Lezhë vazhdon sindromi i orvajtjes për vjedhje, se deri tani besoj se janë po vjedhje, po çfarë shikoni se edhe dje keni qenë shumë i ashpër. Padyshim. Çfarë po ngjet në Lezhë? Padyshim, unë në momentin e ardhes si kryetari i Partisë Demokratike, gjatë një periudhe 1 vjeçare kam mbledh gjithë informacionin në lidhje me zgjedhjet e 2021-2023 dhe Lezhë ka qenë laboratori eksperimental i vjedhjes së votës për një periudhë kohore të gjatë dhe padyshim pas vitit 2013 ne e dim që Partia Socialiste asnjëherë s'ka pas zgjedhje të lira dhe të ndershme. Padyshim që gjithë raportet e OSBE, ODIHR dhe faktorit ndërkombëtar është cilësuar që zgjedhjet kanë qenë më të mira se sa të vitit kaluar, por asnjëherë s'kan plotësuar standardet të cilët janë zgjedhje të lira dhe të ndershme, standardet e Bashkimit Evropian dhe vendeve demokratike më përparimtare dhe demokracive funksionale sot në botë. Padyshim që gjatë kësaj periudhe kohore janë verifikuar punësime, njerëz të administratës shtetërore të cilët në orarin e punës publikojnë fjalime ose postrat e Partisë Socialiste, gjë e cila është ndaluar në mënyrë kategorike sipas ligjit për zgjedhjet dhe padyshim ka pasur asfalt elektoral, ka pasur ndërhyrje të kundralishme dhe unë kam qenë shumë aktiv, jo vetëm unë, por edhe zonja Metalia dhe personat e tjerë. Në periudhën e fundit, ne kemi një ndryshim të tablos, të them të drejtën. Në ç'kuptim ndryshim tablos që deri në momentin aktual, ditën e sotme, nuk e di për 6 ditët që do mesin, por kemi grupet kriminale nuk janë përfshirë deri në këtë moment në manipulimin dhe blerjen e votave, për shkak të arsyeve të tyre që mund të kenë, si duket kanë edhe ndjetësinë që pushteti po shkon në krahun e Partisë Demokratike dhe grupet kriminale dhe tregtaret janë pjesa e cila e ndjen më shpejt se sa pjesa tjetër e popullsisë militantët të ndryshimin e pushtetit dhe bashkohen si duket me pushtetin e ardhshëm, por ne do ruajmë barrierat tona dhe kryetari i Partisë Demokratike dhe gjithë struktura e Partisë Demokratike, ashtu si në vitin 2005, do përdorim të njëjtin politikë dhe strategji me gjithë grupet kriminale të cilët kanë futur dorën në zgjedhjet elektorale për një. Domethënë ju keni bën një database të grupeve kriminale? Absolutisht. Database të gjithë personave të cilët janë marrë database i grupeve kriminale. Jo, them profesionale. Jo, të grupeve jo të grupeve kriminale, por të personave të cilët janë marrë me manipulimin e zgjedhjeve. Persona dhe padyshim atyre mjeshtrave që sepse jo persona të saktuar e kanë pamundur të shkojnë në gjithë territorin e Lezhës për të kontaktuar qytetarët, sepse edhe ne si kandidat sot e kemi pamundur për të mbuluar gjithë territorin. Dhe kanë ato mekanizmat e vetë të cilët i kanë në zona dhe padyshim që unë kam vrejt që kryepleqt të cilët janë zgjedhur në kundërshtim me ligjin janë sot emëruar, nuk janë të zgjedhur, për shkak edhe një vendimarrje e të Këshillit Bashkiak të Lezhës
dhe kjo është në kundërshtim me ligjin dhe kjo është bërë qëllimshëm për të ardhur në konkluzionin dhe në situatën e sotme, janë persona të cilët unë i kam me emra të skeduar, të cilët edhe nga strukturat e Partisë Socialiste, njerëz të cilët deri dje kanë qenë me pjesën e Partisë Socialiste, po për një shkak apo për një arsye sot nuk janë më me pjesën e strukturave të Partisë Socialiste dhe kanë marrë pjesë edhe këta vetë në mekanizmin dhe në strukturën e manipulimit dhe blerjes së votës të 2021 dhe 2023, po më furnizojnë çdo ditë me emra të personave konkret dhe strategjive. Kush të furnizon? Njerëz pranë Partisë Socialiste, Ja. sigurisht. Po. Domethënë nuk që ka shtabi jot, që ka Edhe shtabi im po i keni marrë edhe verifikon. këtë tjerë. Apo si keni Jo, krijuar? kjo është një marrëdhënie besimi që është krijuar me njerëz. Dhe njerëz. padyshim që në vitin 2025 ne duhet padyshim që të heqim dorë nga shitblerja e votës dhe të jemi të paktën në standardin e Kosovës. Do ju shfrytëzoni sizmikën e njerëzve të cilët Po, shojnë absolutisht. në shkunjën e pushteteve? Po, jo vetëm KBT. padyshim që është e para. E dyta është që ne kemi lënë të gjithë njerëzit në terren dhe po verifikojnë lëvizjet e strukturave të cilët njerëzve të cilët janë skeduar nga ana jote. Dhe dihet për shkak, në Blinisht, un kam 4-5 emra të cilët vitet e kaluara, sipas informacioneve të njerëzve dhe ne kemi edhe lidhje familjare, kemi edhe lidhje krushie, kemi edhe njerëz të cilët kanë krijuar një marrëdhënie besimi, që kanë shpërndar lek. Dhe këta persona pothuajse janë të njëjtët persona që kanë qenë edhe 2021 dhe 2023. Të njëjtat që janë në Dajç, në Ril, në Zejmen dhe padyshim që ne po i skedojmë. Por duke qenë se situata nuk kanë mbështetjen e një pjesë të njerëzve të cilët kanë qenë deri, tani kanë fut në lojë administratorët e njësive administrative. Okej, ju keni nxjerr disa emra. Padyshim se këto emra më kanë ardhur nga strukturat e Partisë Socialiste dhe njerëz. Ti edhe në fushën e Po, un kam thënë që njerëz të cilët, po, absolutisht. A nuk duket se Un bëj po i një etiketon? detekcion i cili është padyshim një Nuk është thashë them ky është. jo, nuk është thashë them. Se vjen mbi bazë një deduksioni. Deduksioni i cili ekstra- ka ardhur nga gjitha informacionet e duhura dhe njerëzit kanë qenë. Për shembull, po ju them një rast. Para ca ditësh më vjen një qytetar i cili kishte qenë në shtabin elektoral të një strukture të Partisë Socialiste diku afër Lezhës dhe më thonë që në momentin që hyna në lokalin apo në zyrën atje, më kërku heqja e telefonit në mënyrë urgjente. Në mënyrë që mos kishte telefona brenda. Pastaj kanë sosifikuar mënyrat, nëse deri dje shpërndashin me fugona dhe nga mbrapa kishte makina policie, të cilët i shoqëronin, dhe un kam informacione pa numërta në lidhje me këtë në zgjedhjet e 2021 dhe 2023, tani kanë filluar me bicikleta, me qese plastike, që japin listat në darkë dhe në orët e para të mëngjesit shkojnë në shtëpi dhe janë faturista të ujit, faturista të energjisë elektrike, elektricistë, janë veteriner, të cilët janë njerëz të cilët qarkullojnë gjithë ditën në banesat dhe në ambiente dhe njohin edhe mënyrën e komunikimit me këta dhe shkojnë në gjoja për të realizuar disa shërbime të cilët i kanë të nevojshme sot qytetarët. Një rast tjetër në lagjet e Gurrave më thanë që përdori një linjë interneti për të shku për të realizuar këtë dhe padyshim që informacionet kemi edhe njerëz të cilët deri dje në zgjedhjet e pushtetit lokal kanë qenë supportues padyshim të kryetarit të bashkisë, por që se sot kanë dhe kanë dalë kundër tij dhe po vjen një informacion i detajuar për një arsye shumë thjeshtë, sepse shndrimi për një kohë të gjatë në pushtet dhe mosbërja dhe realizimi i premtimit sepse shpeshherë zyrtarët të cilët kërkojnë që të marrin pushtet japin premtime te atyre që dhe nuk janë realizuar, janë kthyer në bumerang për ta, sepse të inatit vinë dhe japin informacione. Po, a mundeni ju me dallu fake me informacione reale? Tani t'jeni të sigurt, ne ditën e djeshme na erdhi informacion në një Dajç dhe njerëzit të cilët janë njerëz vullnetar nuk marrin në mënyrë më absolute as edhe një lloj pagese. Janë njerëz të cilët kërkojnë me çdo kusht ndryshimin qytetar dhe lezhjan të ri, të cilët e shohin që ardhmja e tyre po shkon drejt fundit në rast se Partia Demokratike nuk fiton. Dhe kërkojnë që të rrisin të jetojnë në Lezhë, të jetojnë në Shqipëri
dhe të rrisin familjet e tyre këtu, janë të shqetësuar për këtë fenomen i cili ka ndodhur ndër vite. Dhe padyshim që kanë krijuar një marrëdhënie besimi dhe janë të gatshëm sepse unë jam pjesë e aktivitetit të tyre, padyshim, shku në një zonë dhe na erdhi informacion që po blihet vota. Tani më thoni mu, që kërkon po marr Gjin Gjoni në orën 1:30 të natës në një banesë në Dajç. O do kesh raste emergjente, o do kesh ndaj gëzim familjar, o do kesh ndaj rast të mjekësor, por të shkojnë në banesë dhe të jepen informacione që këtu dhe njerëzit e kandidatit, vëllezërit dhe motrat e mia të shkojnë dhe të shkojnë në banesa në orën 1:30 të natës. Padyshim që ne po i verifikojmë, po i monitorojmë dhe unë kam bërë thirrje të gjithë njerëzve të cilët japin kontributin e tyre vullnetar të monitorojnë gjithçka. Unë i bëj thirrje edhe para thirrjes. Atë është kota e ky që është në organizmin e KQZ-s, janë edhe prokuror dhe hetuesit e infiltruar për fushatën elektorale. A do funksionojë ky organizëm? Sepse ti në moment që merr informacionin, Lindita nga ana tjetër dhe gjithë tjerë me radhë, domethënë ju do të paraqisni këtë, është një mekanizëm që ti e njeh shumë më mirë. Absolutisht, po deri në momentin aktual unë nuk jam i informuar se çfarë po kryejnë strukturat e specializuara të cilët kanë për qëllim ndjekjen e krimit zgjedhor dhe sidomos të SPAK. E di që është krijuar një zyrë pranë prokurorit të rrethit dhe është një zyrë me një prokuror dhe me 2 oficerë të policisë gjyqësore të BKH-s dhe padyshim ka edhe një strukturë pranë drejtorisë të policisë. Ne po i vëzhgojmë në kuptimin e mirë të fjalës sepse denancimet publike që po i bëjmë kërkojnë që të shohin reagimin e tyre dhe padyshim nuk ka asnjë lloj reagimi. Unë jam i detyruar t'i përmend me emra sepse pjesa e njerëzve të cilët kam përmend ditën e djeshme dhe do vazhdoj t'i përmend edhe në ditët në vazhdim, padyshim që kam informacione të detajuar, po i kam kërkuar që t'jenë me video dhe me ingjësime. Sepse edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian dhe rezoluta e partive popullore europiane i ka vut theksin që në Shqipëri një herë mirë duhet të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ta harroj pushteti i Edi Ramës që mund të transferohet mund të merret me shitblerje dhe me blerje votës, me intimidim të administratës. Dje për shembull ju vetëm shifshin video që jepshin qytetarët për shkak të bllokimit të rrugëve, autobus të tërë kanë ardhur nga rrethet e tjera për të mbushur sheshin në takimet me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ndërsa takimet tona, të cilët edhe ne si kandidat për deputet, por edhe kryetari i Partisë Demokratike janë takime të cilët bëhet një njoftim që sot në filanor ka një takim dhe njerëzit vinë me vullnetin e tyre. Padyshim edhe sot kam pas telefonata nga njerëz të cilët punojnë në bashkinë e Lexhës, në spitale dhe në institucione tjera shtetërore, që më thonë, Gjin, do na takojmë privatisht që do japim informacion se ç'po ndodh sot në Lezhë. I ke sugjeruar noti me çfarë shoh edhe për padyshim i kam dhënë një lloj kurajo, Jo, jam po kështu do jetë exigent, agresivitetin e ke këtë, po. Apo është nevojshme, nuk shfaq asnjë lloj. Por unë bashkë me Linditën dhe me gjithë të tjerët jemi krah për qytetarët. Një ankesë do ketë deri ditën e djeshme unë kam qenë në 4 të mjesit. Dhe ky lloj marrëdhënie ka krijuar një lloj besimi të qytetarëve, sepse nëpërmjet kësaj ne ndalim intimidimin dhe njëkohësisht shitblerjen. Për shembull, më thonin dje që një zyrtar i Partisë Socialiste në orën 11:30 të natës me banim në Ishull ishte në lagjën Skënderbej në pothuajse ora 12 të natës. Imagjinoni juve, çdo zyrtar i Partisë Socialiste të shkojë dhe takojë njerëz në strukturat në qytetarët e thjesht në orën 12 të natës. Dhe njerëzit që kanë qenë aty e kanë fotografuar, sepse ne secili prej tyre i kemi lënë 1, 2, 3 ose qytetarët me të cilët kontaktojmë, ju kemi thënë, ju lutem, na informoni në lidhje me të gjitha detajet të cilët, sepse është shumë e nevojshme dhe
zyra e konsulencës dhe njerëzit të cilët po merren me fushatën elektorale të Partisë Demokratike dhe ne kemi edhe një shans që sot në pushtet në Shtetet Bashkuara të Amerikës është Trump dhe padyshim që do jetë një zë i fortë dhe administrata shtetërore në momentin që do shoh çështje të kësaj natyre dhe ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të ndershëm sot që të japin sa më shumë informacion dhe të japin informacion për çdo lëvizje të zyrtarëve të Partisë Socialiste dhe administratorëve dhe padyshim ku tjetër mundur mos të kenë frikë të ingjizojnë dhe të fotografojnë sepse është një provë e jashtëzakonshme në lidhje me dokumentimin e shitblerjes së votës dhe intimidimit. Nga krahu tjetër i bëj thirrje SPAK-ut urgjentisht të zbresë në terrenin e Lezhë. Situata është decisive dhe sipas edhe dëshmive të drejtuesve të Partisë Demokratike në Lezhë, por edhe deputetëve aktual, por edhe njerëzve të cilët merren me struktura, rezulton që java e fundit dhe sidomos 3-4 ditë e fundit në Lezhë fillon një blerje masive e votave dhe ndryshohet rezultati vetëm për shkak të kësaj. Pjesa e nxehtë e fushatës. Absolutisht. Okej, pak shkurt edhe zonjë Metaliaj, mendon që do të shkëputet Lezhë kësaj radhe apo do vazhdoj prapë me sindromin? Do jetë sërish delja e zezë e fushatës elektorale në Shqipëri? Me cila është optika jote? Unë jam besim plot që qytetarët e Lezhës do dinë të zgjedhin. Jam besim plot që qytetarët e Lezhës nuk do të intimidohen më, nuk do t'ju ecin më këto mekanizma të pa skrupull, të turpshëm, skandaloz, të mekanizma të caktuar të strukturave të Partisë Socialiste, po jo vetëm, edhe të grupeve kriminale që u qëndrojnë krah tyre, apo të mbështetësve të kandidatëve anonim që ata kanë përballë nesh, sepse me thënë të drejtën, unë besoj që Lezhë të rrallë do bëjë ndryshimin e shumë pritur dhe do jetë surpriza e këtyre zgjedhjeve në nivel kombëtar do jetë Krisht Lezhë dhe Qarku Lezhë. Por nga ana tjetër për ta lidhur me atë që tha edhe Gjini, është që detyra e kandidatëve, e strukturave të Partisë Demokratike, por edhe të anëtarëve të Partisë Demokratike është denoncimi, është alarmi, ngritja problematike dhe bërja asaj publike. Pastaj, nëse në komisariatin e policisë ka një strukturë të posaçme, apo në prokurorinë e përgjithshme, në prokurorinë e rrethit, ka një strukturë të posaçme, atë duhet t'japin prova, po veprojnë. Sepse ndërkohë që ne bëjmë denoncimin publik, provat e faktit duhet i mbledhin ata. Dhe jo qytetarët dhe të rrezikojmë qytetarët, sepse në fund të ditës janë ata që përballen në momentin e shitblerjes së votës, në momentin e diskutimit, në momentin e debatit, apo të intimidimit të qytetarëve. Janë ata që janë direkt përballë grupit kriminal, apo përballë individëve të caktuar me funksione të caktuar vendore apo qendrore, të cilëve ju janë dhënë detyra të posaçme për t'i kryer. Dhe në momentin që ne i bëjmë publike, aq më tepër që Gjini ka bërë publike me emër, duke qenë drejtues të Inuvit, drejtues të OSHE-s, apo drejtues të institucioneve të Bashkisë Lezhë, është detyrë e këtyre përfaqësuesve të SPAK-ut që të bëjnë regjistrime, të bëjnë mbledhjen e fakteve, mbledhjen e provave dhe të mos vendosin qytetarët në vështirësi. Sepse ai qytetar sot janë guximtar, janë pafund, të cilët po na japin sinjale pafund, qoftë brenda forcës tonë politike, por edhe të kundërshtarëve tonë përballë, sepse mos harrojmë që shitblerjen e votës dhe masakrën zgjedhore nuk e duan qytetarët e Lezhës, nuk e duan banorët e Lezhës. Është momenti që të kemi zgjedhje të lira të ndeshme. Por për këtë një sinjal i fortë duhet vi nga drejtuesi i SPAK-ut qendër, dhe padyshim nga të gjitha degët që janë hapur qoftë edhe në Lezhë. Dhe të ishte e turpshme që këto institucione të funksionojnë apo të dalin me rezultate përfundimtare pas zgjedhjeve. Është momenti që të dalin sot, t'i vëmë pikat me i, t'i stopojnë sot, t'i ndalojnë sot, sepse nesër do t'jetë vonë. Dhe kjo pauzë, kjo barriere fortë në funksion të zgjedhjeve të lira të ndershme, për të rikthyer legitimitetin zgjedhjeve, për të kthyer lirinë e votës dhe mbi gjitha demokracinë në vend, është në dorën e këtyre institucioneve. Dhe unë kam besim deri diku, por nëse do zgjatet kjo afat dhe do jetë më vonë, ky besim do më humbë jo vetëm mua, por gjithë qytetarëve, to duhet veprojnë sot. Ndaj thirrja ime është të veprojnë, t'i lëm pas anshmëritë politike, apo dëshirat të tyre politike, apo ndërhyrjet politike që do bëhen, të veprojnë në emër të qytetarëve, për qytetarëve, në emër të votës, në emër të demokracisë, sepse është një moment decisiv, jo vetëm për Partinë Demokratike, por është një moment decisiv
për të gjithë shqiptarët, për Lezhën, sepse është e vërtetë ajo shprehja o sot o kur për zgjedhjet e tjera të ndershme. Okej, nëse mund të patjetër shtojmë. Padyshim Lindita e përmendi dhe i bëj thirrje përsëri sepse dy janë elementet dhe funksionet kryesore të SPAK. Goditja e korrupsionit të politikanët dhe qeveritarët në nivelit lartë dhe krimi zgjedhor. Deri në momentin aktual ka dhënë efektet e para, por nuk ka absolutisht as edhe një lloj efektit të dyja. Dhe në rast se ne edhe në këto zgjedhje do jetë problem shitblerja e votës, intimidimi dhe SPAK-u nuk ndërhyn në 2-3 ditët që janë në vijim, jeni të sigurt që zgjedhjet do jenë problematike dhe atëherë vend dyshime dhe funksionalitetin e SPAK-ut? Absolutisht. Padyshim nuk ndikon të sistemi drejt për drejt në në mënyrë sepse një nga elementet kryesor të SPAK-ut është krimi zgjedhor. Krimi zgjedhor, okay. Dhe sepse ai ndikon te sistemi politik. Absolutisht. Ndikon në dhe është garanti i sistemit zgjedhor përveç KQZ-s. Dhe padyshim denancimet tona le t'i verifikojnë, unë jam i gatshëm padyshim, por ne burimi i informacionit jemi të sigurt, unë e kuptoj, edhe për ne si kandidat është burim konfidencial deri në momentin aktual, sepse shumë prej qytetarëve sot në Lezhë, në çdo takim që bëjnë, aman ju lutem mos ta nxjini emra. Sepse meqense përmend burimin e informacionit, po përmend për herë të parë, para disa vitesh jam padit nga dy gjyqtarë. Sepse unë nuk nxirrja burimin informacionit. Do të tani ju jeni fut në fushën edhe të Jo, po ju e keni edhe detyrim në bazë të konventit evropian. Absolutisht, po nuk e kuptoni ata, ma bën pa dinë atëherë. Po problemi është burimi i informacionit. Dhe sot ju e shihni që për shkak të besueshmërisë qytetarët sot kanë kryetari i Partisë Demokratike, burimi i informacionit gjithmonë është i shtuar tek njerëzit. Dhe në rast se unë sot nesër apo pas nesër jap njerëzit të cilët më kanë dhënë informacionin, jeni të sigurt dhe humbet besueshmëria dhe humbet njerëzit sepse ata edhe te Lindita, edhe tek Gjini, por edhe tek njerëzit e tjerë, po gjejmë mbështetje dhe besim që ne po e ngrejmë zërin për një problematikë e cila ka qenë gangrenë për një periudhë 12 vjeçare. Okej, një pyetje tjetër tani futemi ke problematikat, ke gjëra don, mënyra se si po operoni don me njerëzit. Thënë drejtën, unë personalisht, si njëri që i kam ndjek fushatën prej kohësh edhe për kaq sa jam pjesë e asaj pjesës që quhet pjesa intelektuale e këtij vendi, që i shef gjërat pak më gjaftësi, kam pa më gjaftësi, dhe objektivitet jam munduar të shoh me radhë, por ajo që më ka shqetësuar në fushat për mua, tash edhe si qytetar i këtij vendi, është sepse ka një fushat që ka shumë makiazh, ka shumë falsitet, ka gjëra, duket sikur janë 2 veta që bëjnë fushat, po bisedoja pak edhe tek kafja. 2 veta që bëjnë fushat me program. Do me thënë është në anën e majt Edi Rama dhe flet për terma të tjerë dhe në anën e djathtë është Sali Berisha. Pjesa tjetër ka kolonë zanore, ka njëra tjetër. Mirë po, unë pash u kam ndjek me shumë kujdes gjithë kandidatët, qoftë majtas, qoftë djathtë, që u kam ndjek me shumë kujdes gjithë fushatën tuaj që bën në rrjetet sociale, por edhe në media aty ku keni qenë, dhe vuna re diçka te ju zonja Metalia, ka qenë një takim intelektual dhe me profesionistë. Edhe thash shqyr që ndoshta disa pika që ishin pika konkrete. Atëherë ti ndjekim pikërisht një kronik që kemi nga takimi i zonjës Metalia këtu në Lezhë. Ndjeshje. Me rritjen e pensioneve, me rritjen e minimumit jetik, i cili jemi vetmi vend në Europë që nuk ka akoma një minimum jetik. Prej 12 vitesh Edi Rama nuk ka përcaktuar minimumin jetik, edhe pse ne ja kërkuam me amendamente në gjithë të 12 vite, që të fute minimumi jetik. Dhe tani, si për ironi të fatit, pas 12 viteve, kërkon të fut minimumin jetik, pasi e pa që në program Partisë Demokratike ekziston minimumi jetik 100 euro. Ku ishte në 12 vite? Se du t'jepet mundësia dhe 4 vite tjera? Dhe sot mund një pasaport europiane në dorë. Po si mund të flasim për pasaport europiane, sot Lezhë, qarku ku Lezhë, veriu i vendit, nuk ka rrugë, ujë. Të diskutosh 2025 për rrugë, ujë dhe drita, do thotë që kjo qeveri ka dështu nga aja të shëlla. Sepse kishte plot 12 vite, buxhete mas buxhete që i ka sjellur. 8.2 miliard euro është buxheti 2025. Dhe a dini sa nga ky buxhet ka marrë?
1.1%. Pra 1.7 miliard ka marrë qarku lesh nga investimet publike për të gjithë Shqipërinë. Dhe i gjithë veriu i vendit vetëm 6.5%. Pra, qarku Shkodër, qarku Lezhë, qarku Dibrë dhe qarku Kukës, nga 151 milion euro që janë investimet publike, marrë vetëm 6.5%. Pra vetëm 9 miliard. Që do thot një diskriminim, do thot një praktikë që i bëhet veriut, do thot një tallje me veriore, sepse di shumë mirë që veriu ka votat, që veriu do ta shkatroj me 11 maj dhe që fitoria do të vinë nga Lezhë, nga Kurbini, nga Mirdita, nga gjithë veriu i vendit. Sepse ky individ duhet ndëshkuar me votë. Dhe 11 maj do të jetë dita e gjykimit popullor. Do të jetë dita kur çdo banor i Lezhës ta ndëshkojë me votë. Unë e di shumë mirë se sot duhet ishin shumë më shumë. Po presioni i administratës, intimidimi që ky kryetar i bashkisë këtu, bashkë me ministrin e drejtësisë pa drejtësi, ju bën banorëve të Lezhës për që takimet tona të mos jenë në nivelin e duhur. Sepse intimidon, sepse i dhunon, sepse i nënshtron, sepse i vën rreth fuç, gjitha foto që bëhen, si ti intimidoj. Unë jam e bindur që Lezhë do të reagojë fuqishëm, jam e bindur që banorët e Lezhës do ta ndërshkojnë me votë, sepse ne kemi lindur, po rritemi në Lezhë, po ndërtojmë familjet tona në Lezhë. Kemi fëmijët tanë këtu, të ardhmen tonë këtu, dhe nuk mund të hapim krahun individëve të korruptuar, të cilët i kanë futur dorën në xhep, çdo pensionisti, çdo qytetari, duke na vjedhë nga mëngjesit e ndarkë, ndërkohë që lekët aty janë, por nuk investohen. Sepse po jemi të varfër, por mbi gjitha jemi të vjedhur. Dhe kjo është kampana alarmi. Sepse në një vend ku niveli i ligjshmërisë bie me 40%, jemi një popullsi e plakur, jemi një popullsi e destinuar drejt zhdukjes. Jemi rikthyer këtu në kuvent pas saj kronike me Zojën Metalia. Keni rreshtuar disa probleme, disa gjëra, disa zgjidhje që mendoni për divan, sepse në fundit alternativa është zgjidhje, nuk është thjesht një enumeracion gjërash që thot i pari atje, edhe majtas dhe djathtas, sepse këtu prekeni me gjëra konkrete. Jemi bazuar më shumë nga ofertat politike lart apo nga ofertat që sillni ju këtu, mbështetur mbi atë ofertë makro ofertë. Para duhet të specifikoj diçka në atë çfarë the. Nëse ka këtu dy individ që po bëjnë politikë, nuk i shoh dy, në fakt unë shoh një, sepse Edi Rama në këto zgjedhje vjen me tallavak, vjen me heng, vjen me muzikë, ndërkohë që xhepat e qytetarëve janë bosh. Pra vjen me një fasadë, me një tallje, me një show mediatik dhe propagandistik, i cili nuk qëndron në realitetin ku jemi sot. Ai vjen pas 12 viteve dështim në gjitha fushat, dështim me çështjet sociale, me një krizë të thellë ekonomike ku ndodhet vendi, vjen në dështim me pensionistët, dështim me të rinjtë dhe të rejat, dështim me sistemin arsimor, dështim me sistemin shëndetësor, dështim dhe vjedhje abuzime me fermerët, pra me bujkun dhe me blektorin, dështim me gjitha afera dhe me gjitha këto ka një nivel të lartë korrupsioni, sepse si rezultati të këtyre dështimeve gjitha këto para dhe 12 buxhetet e shtetit janë futur në xhepat e tyre të 5 oligarkëve dhe të kabinetit qeveritar, që një pas një sot janë në burg. Dhe mos të harrojmë që sot ka një grup parlamentar të formuar tek 313. Dhe pas gjithë kësaj, ai vjen prapë me një fasadë, pas 12 viteve dështim, për një mandat të 4. Ishte një turpë, një skandal shumë i madh. Përballë atij, në fakt, vjen kryeministri i Ashëm, kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, i cili vjen me një alternativë të prekshme, me një program i cili jep zgjidhje të gjitha problematikave që në fakt duhet ishin dhënë zgjidhje edhe më herët. Dhe padyshim në takimet tona, në takimet jo vetëm me intelektuale, por me gjithë qytetarë, kudo në çdo lagje, në çdo derë, ne shkojmë me alternativë të prekshme. Ne shkojmë me një program i cili ka të bëjë direkt me ekonominë e qytetarëve, sepse sot në thelb dhe problematika numër 1 e qytetarëve, nga cila vijnë pastaj e gjithë kriza e thellë, qoftë ajo sociale apo depresioni i thellë ku ndodh shoqëria shqiptare sot, është ekonomika. Ekonomia është varfëria dhe është papunësia në nivele ekstreme. Dhe ne kemi një program dhe unë dua të nënvizoj këtu me të madhe programin e 100 ditëve të para, apo si quhet ndryshe e paketa dëmshurisë, e cila jep një zgjidhje të menjëhershme situate të varfërisë ekstreme të teskajshme kur ndodhen sot 46% e popullsisë shqiptare. Dhe që në 100 ditët e para, ne ofrojmë një ndihmë ekonomike 200 euro. Dhe mos harrojmë që jemi vetmi vend në Europë që nuk kemi akoma të përcaktuar një minimum jetik.
Dhe Edi Rama këtu ka dështuar në të gjitha këto 12 vite. Edhe pse ne ja kemi kërkuar me amendamente në gjitha këto buxhete që janë miratuar në 12 vite, përsëri ai nuk e vendosi minimumin jetik sepse nuk ka patur ndonjëherë prioritet interesin qytetar, por prioritet për të janë vjedhjet, abuzimi dhe të mbush xhepat e vet dhe të kabinetit qeveritar. Kështu që minimumi jetik 200 euro do thotë japësh një mundësi jetese familjeve në pamundësi ekonomike, grave kurifamiljare, pensionistëve të cilët e kanë në nivelin nën 200 euro të pensionit, apo studentëve të cilët vinë nga familje në pamundësi ekonomike dhe ju duhet e 200 euro për të paguar konviktin apo edhe për të ushqyer. Pra, me këtë ndihmë ekonomike ne japim mundësinë që këto familje në pamundësi ekonomike të ushqehen më së paku. Nga ana tjetër vim me paketën e pensionistit. Nuk do ketë pension në 200 euro. Ku sot në zona rurale kemi gjetur pensionist me 70.000 lekë vjetra. Që me 7.000 lekë vjetra nuk arrin vetë të marrë as ilaçet në fund të muajit. Asgjë tjetër nuk bën. Por as ilaçet nuk i merr dot nëse ata pensionistë nuk kanë fëmijë jashtë vendit apo të afërm që të përkujdesen për ta. Nga ana tjetër, me pagat më të ulta në rajon, vetëm Shqipëria përballet. Pra jemi me pagat më të ulta në rajon, ndërkohë kemi çmimet dhe taksat më të larta. Ndërkohë që me programin e Partisë Demokratike, që në 100 ditët e para do të kemi paga minimale 500 euro, paga mesatare 1.200 euro. Do të kemi kartën e konsumatorit, që është një element shumë i rëndësishëm për të gjithë pensionistët dhe për familjet në nevojë, kur do thotë që do t'i rimbursohet TVSH-ja në çdo blerje të ushqimeve të shportës, në blerjet e pagesat të faturave të energjisë elektrike të ujpishëm dhe në fund të vitit, ka pensionistë do t'ju rimbursohen 450 euro, që nuk janë pak. Pra vim me një paket që i ndihmon këto shtresa në nevojë, këto familje në varfëri ekstreme që deri diku të jetojnë të qetë në shtëpitë e tyre dhe të kenë mundësi që të ushqejnë 3 vakte në ditë. Por nga ana tjetër, paketa jon ka të bëjë mbështetje me 33-at. Ku sot ajo për cilën vuan Shqipëria është boshatisja. 70% e emigracionit janë 33-at në moshën 35 vjeç. Nga 1.100.000 shqiptar, për 7% janë kjo moshë. Pra është një këmbën alarmi të largohen 33-at. Dhe pikërisht për 33-at, Partia Demokratike ka në fokus në mënyrë specifike mbështetjen për ta, duke ndihmuar që në hapjen e vendeve të punës, duke ndihmuar me kredi të buta, duke ndihmuar me grante për çiftet e reja, në mënyrë që të jepet mundësia që të jetojnë në vendin e tyre, të krijojnë familje në vendin e tyre dhe padyshim rrisin edhe fëmijët. Por nga ana tjetër një mbështetje të jashtëzakonshme për gratë dhe vajzat sipërmarrëse, të cilët përballen me vështirësi pafund, që në 3 vitet e para të mos paguajnë sigurime shëndetësore apo shoqërore, që të jepet mundësia një kredi të butë për të investuar në biznesin e tyre, apo për të kthyer pas emigrantët të cilët çdo ditë më shumë po largohen dhe padyshim ripopullimi me emigrantët që janë larguar në këto vite është fokus dhe është një sfidë për Partinë Demokratike. Okej, desha dhe i mendim tani të Gjinit për termat, domethënë për termat programativ. Termat programativ që ti shpalos Gjin nëpër zona ndryshme, në Lezhë, në Kurbin edhe në Mirdit. Ku je fokusuar? Padyshim sot edhe gjithë filozofia e Partisë Demokratike në këtë zgjedhje, 80% është shfaqja e programit të Partisë Demokratike dhe nga krau tjetër vetëm 20% është debati i cili ka të bëjë me kundërshtarin, sepse njerëzit në një periudhë kohore 12 vjeçare e dinë që vendi është pa siguri, është pa arsim, është pa shëndetësi dhe padyshim niveli i korrupsionit dhe emigracioni janë elemente të cilët çdo ditë më tepër po heqin shpresën e shqiptarëve për të jetuar në Shqipëri. Në takimet të cilët ne kemi, padyshim që kemi fletpaloset tona të cilët është programi dhe sot qytetarët e qarkut të Lezhës, por edhe gjithë Shqipërisë në një periudhë kohore 100 ditore nga bazë datës 11 mund të shohin dhe kanë periudha tmerrsisht shumë e shkurtër për të parë në rast se Partia Demokratike i bën realitet gjitha ato zotime të cilet ka marrë në këtë fushat. Këto paketa edhe unë si qytetar unë i gjej me shumë kënaqësi sepse do ndikojnë te unë, te tjetër, te kushdo tjetër më radh. Problemi se a bëhet një pyetje gjithmonë. Okej, kjo ka i faturë financiare. Do një faturë e cila për një përdorje sipas specialistëve shkon tek rreth 2.4 miliard euro. Ku do gjenen këta? Shpeshherë edhe nga qytetarët e ndryshëm, edhe kur takojmë, por edhe në sharimet të cilët kemi me elektoratin,
e njëjta pyetje shtrohet, ku do gjehen këta lekë? Dhe sipas asaj të cilën juve deklaroni, duhen 2.4 miliard euro, të cilët padyshim që lekët janë, pasi buxheti i shtetit është 8.2 miliard euro për 2025. Dhe në vitin 2013 ka qenë 4.1 dhe imagjinoni 4.1 ka qenë kur Partia Demokratike ndodhi rotacioni. Po, rotacioni. Por ama me atë buxhet i cili është gjysma e këtij buxheti, padyshim janë bërë 11 kilometra rrugë rurale, janë bërë investime infrastrukturore të jashtëzakonshme, është ndërhyrë në pjesën më të madhe të infrastrukturës së Shqipërisë dhe padyshim edhe në ujësjellës, kanalizime, në shkolla, në spitale, në gjithçka tjetër, dhe buxheti ishte mjaft. Dhe padyshim që kërkesat e shoqërisë janë rritur për buxhet, por në vitin 2013, megjithëse buxheti ishte 4.1 miliard euro, niveli i rrogave dhe pensioneve ishte më i lartë në rajon krahasuar edhe me Serbinë, Malezi dhe Maqedoninë. Dhe megjithëse buxheti i shtetit është rritur 2 fish, sot rezulton që rrogat në Shqipëri dhe pensionet janë më të ulta në gjithë rajon. Dhe kjo vjen për shkak të korrupsionit dhe keqëqeverisjes së partisë. Imagjinoni juve sot, në Shqipëri pensioni minimal është 70 euro, ndërsa në Kosovë, i cili është 80 vjeçar, është 225 euro për pension. E imagjinoni sot në Shqipëri për subvencionet në bujqësi janë 2 deri në 3 herë më të ulta se sa në Kosovë, megjithëse Kosova nuk ka është 80 vjeçar dhe nuk ka të resurset edhe njerëzore, edhe burimet natyrore, edhe burimet e tjera, të krahasohet turizmin, patmën, krahasohet me Shqipërinë. Dhe kjo është në saj të vjedhjeve galopante të cilët dhe shpërdorimit në partneritetin publik-privat dhe dihet sot pjesa më e madhe e gjitha investimeve që bëhen janë njerëz të cilët janë lidhur me kryeministrin dhe me ministrat e qeverisë Edi Ramës dhe rezulton që rreth 80% deri 90% e buxhetit të shtetit shkon në xhepat e qytetarëve sipas edhe një deklarimi që dje profesor doktor Sali Berisha bëri në Mirëditë. Dhe imagjinoni në rruga Levan Vlorë, e cila është 35 metra e gjerë dhe me standard cilësie është bërë nga një firmë italiane, edhe me nën kontraktor shqiptar, ka kushtu 2.400.000 deri në 3 milion euro. Ajo rrugë dhe është sot rruga me standardin dhe gjerësinë më të madhe, ndërsa rrugat të cilët ndërtohen sot në Partinë Socialiste shkojnë 21 deri në 20 milion euro. Një rrugë në Kroaci, e cila është nga Zagreti deri në Split, dhe unë e përmend shpesh herë, dhe është bërë nga firma numër 1 ose 2 Strabag në Europë. Strabag rezulton që është 7 deri në 10 milion euro. Imagjinoni, shkojnë deri në 10 deri në 13 milion euro, janë vjedhjet të cilët sot qeveria dhe njerëzit të cilët janë të lidhur me Partinë Socialiste dhe me qeverinë aktuale, shkojnë në xhepat e qeveritarëve. Po të marrim një tunel që sot në Shqipëri është diku të 3.8 kilometra dhe tunelet edhe të Llogaras, ju e keni parë që vetëm për ndryshimin e një nën kontraktori dhe futje një kompanie të re, 50 milion euro rritet vlera e rrugëve. Padyshim, shifni inceneratorin e Tiranës, janë 140 milion euro që sot shkojnë për incenerim që nuk ka incenerim dhe nuk është ngritur një tull për një godinë të incenerimit në Tiranë apo në qytetet e tjera. Padyshim që Partia Demokratike të ngrej edhe bordin e eficiencës dhe të auditimit siç ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe padyshim që do kontrollojmë çdo qindark nga viti 2013 deri në 2011 apo deri në krimin e qeverisë në mënyrë që të fusim në çdo abuzim dhe çdo mënyrë grabitje që sot qeveritarët e sotme kanë bërë dhe kanë shkatruar buxhetin e shtetit në vend që ta investojnë për të rritur nivelin ekonomik, infrastrukturën, energjinë elektrike, furnizimin me ujë, të cilët kanë qenë premtime të çdo fushat elektorale, dhe sot në 2025 diskutojmë të njëjtat gjëra. Nga krau tjetër, edhe si ish qytetar,
Unë jam që institucionet shtetërore dhe sidomos SPAK-u të ndërhyjë në mënyrë urgjente në sekuestrimin e pasurive të qeveritarëve, sepse për mua si ish gjyqtar nuk ka rëndësi masat e mi. Ka rëndësi që të merret kokër në kokër çdo e ardhur e palishme e vendosur nga natyra dhe të kalojë në favor të buxhetit. Me që të më erdhe këtu, a ke besim ke SPAK-u? A je për shkrije, a je për... Unë jam dhe bashkohem me qëndrimet e kryetarit të Partisë Demokratike, padyshim që ka prokuror jashtëzakonisht ka prokuror të cilët kanë një nivel dhe ndershmërie dhe profesionalizmi, por ka dhe prokuror të cilët janë bërë pjesë e politikës. Padyshim që problemi i reformës në drejtësi dhe institucioneve të drejtësisë është në një konsultim publik edhe me institucionet ndërkombëtare dhe padyshim sot ne kemi treta apo katërta konsul që kemi bërë me Fondacionin Konrad Adenauer, me Partinë Demokratike, por edhe njëkohësisht po kërkojmë edhe ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe padyshim kërkojmë edhe vëmendjen dhe ekspertizën e Komisionit të Veneciave dhe ne do të ndërhyjmë në mënyrë urgjente. Okej, bëra këtë ndërhyrje të shkurtër, tani që jemi nga momentet e fundit dhe kam një pyetje konkrete, se gjithçka që ju flisni këtu, për shembull, ja u keni thënë edhe qytetarëve në për takimet e ndryshme, por që gjërat që thua kanë shumë rëndësi që ti jesh prezant për t'i realizuar, domethënë, a keni besim tek sinoptika e numrave, zonja Metalie? Si do t'jeni 4-3, 5-2, ku diun, janë disa numra që shihen. Si e shihni qarkun e Lezhës? Një padyshim që qarku i Lezhës është fitues pas një diskutim. Rezultatin 4-3 ne kishim në 2021-shin, që është rezultat që e kemi edhe aktualisht. Padyshim që ne jemi duke punuar fort për pestin dhe nuk do lëm asnjë hapësirë, asnjë mundësi që të na rrëshqas nga duart. Që jemi në terren, jemi me qytetarët dhe për qytetarët, jemi me alternativën tonë, me programin tonë, me zërin tonë, në kontaktet vazhdueshme me ta dhe jam e bindur që qytetarët do dinë ta përshojnë votën dhe do votojnë me ndërgjegje. Do votojnë me ndërgjegje për vetë faktin e atyre dështime 12 vjeçare që përmendëm më herët, për vetë faktin e vjedhjeve të 12 buxheteve, siç e përmendi edhe Gjini, ku të jetë një buxhet me 8.2% dhe të qytetarët të shkojnë 8.2 miliard dhe të qytetarët të shkojnë vetëm srrimet, kjo është abuzim total. Sepse ndërkohë që qytetari nuk ka bukë në fund të ditës, kryeministri ndërton një kopsh botanik 5 milion euro përpara kryeministrisë. Ndërkohë që qytetari përballet tek onkologjiku me mungesën e PET-skanit apo akseleratorit apo me mungesën e kimioterapive, koncesionet korruptive jepen, vazhdojnë të paguhen përsëri qoftë check-upi, qoftë ai laboratorëve të cilët janë 2 dështime. Ndërkohë që pensionisti nuk ka para për të blerë bukën apo ilaçet, janë 3 incineratore në të cilët paguhen nga parat e buxhetit të shtetit, incineratori Tiranës, incineratori Firet dhe Elbasanit, që nuk ekzistojnë, pra që nuk ka incinerim. E ndërkohë që fëmijët shqiptarë, sipas UNICEF, jo sipas Partisë Demokratike, nuk ushqehen dot 47% prej tyre 3 vakte në ditë, Edi Rama lëviz me çartë 22 milion euro. Pra janë të gjitha këto abuzime që padyshim qytetarët në fund të ditës i shohin, i kanë parë, i kanë përjetuar në të 12 vite dhe do t'i ndëshkojnë me votë. Sepse 11 maj nuk është thjesht një përballje midis 2 forca politike, është dita e reagimit më të fortë popullor, është dita e gjykimit qytetar, ku çdo banor i Lezhës, çdo i ri, çdo e re, çdo pensionist, çdo kryefamiljare, çdo burg, çdo blegtor, çdo mësues, çdo mjek, çdo infermier, çdo qytetar, me apo pa parti, me 11 maj do votoj ndryshimin, do votoj Partinë Demokratike, do votoj për të ardhmen e familjeve dhe fëmijëve tanë. Ku ndihesh më fort? Në fund numri është votat. Ku ndihesh më fort? Në cilën zonë ndihesh më fort? Në Lezhë. Lezhë. Lezhë, qyteti im, është qyteti ku jam lindur dhe jam rritur, është qyteti ku unë kam investuar dhe kam dhënë kontributin tim politik, është qyteti që unë kam zgjedhur të jetoj me fëmijët e mi, me familjen time, dhe padyshim është qyteti i zemrës. Që ndjehem me fort Lezhë, sepse jam bie Lezhës dhe padyshim. Nësa Gjini është më miks. Po, ku ndjehesh dhe çiko Gjini? A do të jesh deputet i arshëm? Është pyetja drejt për drejt. Unë e thash edhe një herë,
pavarësisht në takimet me elektoratin dhe padyshim edhe me qytetarët të ndryshëm të Lezhës, ka një lloj optimizmi, por kutia e votimit në datën 11 do shoh edhe rezultatin në lidhje me Gjin Gjonin dhe unë jam besim plot që Partia Demokratike është fituese edhe në natë 7-ën ka qenë në rezultate fituese dhe padyshim sot është fituese 4-3. E rëndësishme është që të shkojmë në rezultatin 5-2. Nuk është e lehtë që të jemi realist dhe duhet ta pranojmë për shkak edhe këtyre administratës dhe njerëzve të cilët sot janë në terren, por e rëndësishme është që të fitoj Partia Demokratike në gjithë Shqipërinë. Je investu me kauz Gjin, investimi me kauz e kuptoj shumë mirë, edhe të linditës e tanën, e tjerë, po investimin e Gjinit si Gjin, sepse nesër do dalë Unë jam besim plot. Ku Gjin ndjesh mirë? Unë ndjem padyshim edhe në Lezhë, edhe në Mirdit, edhe në Laç, padyshim edhe për shkak të lidhjeve të mia familjare, por edhe njerëzve të cilët kanë patur kontakte, shpreh një lloj optimizmi dhe edhe te emigrantët, edhe për shkak kontakteve që edhe Lindita dhe unë kemi patur në pjesën e tyre dhe në takimet që kemi patur, ka një lloj optimizmi dhe shpresojmë. A do të ketë ndikim vota e diasporës për të qarkun e Lezhës? Padyshim se janë. Si e keni ata? Keni një lloj kaleidoskopi politik, domethënë që ne kemi pritshmëri shumë të mira, pavarësisht se ka pas probleme në lidhje me postën deri në momentin aktual. Kemi njerëz të cilët na telefonojnë pafund në lidhje me mënyrën se si është operuar dhe kjo duhet të ishte një vëmendje e shtuar nga ana e KQZ-s dhe në lidhjen e kontratës për të eliminuar këto defekte të cilat kanë qenë. Një pjesë të njerëzve nuk ju ka shkuar akoma zarfi dhe unë kam kontakte. I bëj thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të shpejtojnë në lidhje me dërgimin, sepse janë të regjistruar dhe padyshim nuk i kanë shkuar zarfët dhe kam ankesa. Por nga krau tjetër ka edhe një moment tjetër të cilët përsëri posta nuk shkon për t'u marrë letët e votimit dhe zarfet të cilët sot janë atje dhe do krijoj një amulli dhe padyshim që të humb besimin e emigrantëve në lidhje me zgjedhjet dhe duke qenë se është momenti i parë, duhet ishte një moment i cili duhet ishte përpunuar mirë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë që qytetarët të rrisin besimin te institucionet zgjedhore, por edhe tek e drejta e votës. Dhe duke e mbyllur, unë ju lej një minutazh për thirrjet tuaj, për mesazhin tuaj që keni për zgjedhësit. Atëherë pikë pari, unë ju drejtohem të gjithë banorëve të Lezhës, por jo vetëm dhe të Kurbinit dhe të Mirditës, që me 11 maj të dalin dhe të marrin pjesë masivisht të zgjedhje. Pjesëmarrja është shumë e rëndësishme. Pjesëmarrja do të thotë që qytetarët duan ndryshimin, duan alternativën, duan të votojnë për Partinë Demokratike. Nga ana tjetër i bëj thirrje edhe gjithë diasporës që akoma nuk kanë votuar, që nuk janë pak por janë shumë, të shkojnë pranë postave të DHL-s, të tërheqin zarfin dhe ta ridërgojnë përsëri po prapë me dorën e tyre dorëzimin e zarfit në postën e DHL-s, të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë alternativën e Partisë Demokratike si zgjidhja vetme për të ardhmen e Lezhës, të ardhmen e Kurbinit, të ardhmen e Mirditës, por padyshim për një Shqipëri madhështore, sepse o sot o kurrë është domosdoshmëri që shqiptarët të bëhen bashkë brenda dhe jashtë kufive. Ne jemi shqiptarë, në venat tona kemi gjak shqiptari, kështu që padyshim do votojnë shqiptarët me dinjitet, nuk në përkëmbën, nuk do lejojnë shitblerjen e votës, nuk do të lejojnë të tallen me dinjitetin e tyre dhe jam e bindur që shqiptarët do të triumfojnë kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë trojeve tona. Ndaj me 11 maj votoni Partinë Demokratike, votoni ndryshimin për të ardhmen tonë të fëmijëve tanë. Zoti Gjoni. Padyshim unë i bëj thirrje çdo qytetari të Lezhës, të Kurbinit dhe të Mirditës që të angazhohen totalisht dhe të shkojnë edhe këto ditë që kanë ngelur, të shkojnë në banesat e njerëzve të tyre të afër, të miqt, të shokët, të nipërit, të mbesat, të komshiut dhe të bëjnë thirrje dhe u bëj thirrje që të votojnë Partinë Demokratike numrin 1, pasi është Partia Demokratike e cila do të sjellë ndryshimin e shumë pritur dhe do largojnë një herë për gjithmonë shqiptarët nga kjo katastrofë qeverisë që është Partia Socialiste sot në shtet dhe padyshim ju bëj thirrje të gjithë emigrantëve të cilët ndodhen jashtë shtetit që të angazhohen totalisht në marrjen e zarfeve dhe njëkohësisht plotësimin e votës,
por dhe ata emigrantë të cilët kanë mundësi financiare dhe janë të parregjistruar, të presin biletat, të presin në rrugë toksore, të vinë në Shqipëri dhe të japin kontributin e tyre të vlefshëm në fitoren e Partisë Demokratike. Sepse emigracioni, i cili është në masën e 45% jashtë kufive të Shqipërisë, do jetë pika e kthesës dhe ndryshimit në fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 maj të 2025-s. Shumë faleminderit që ishi këtu zoti Gjoni dhe zonja Metalia. Ishte kënaqësi që ndam pikpamjet tuaja, platformën, gjithçka tjetër që keni për të thënë elektoratit të Qarkut. Është kënaqësi normal. Unë vazhdoj të them dhe gjën tjetër se jemi gati që këtu në Acrolis TV duke pasur një qëndrim absolutisht të paanshëm, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nganjëherë e kam thënë dhe herën e parë në pikpamjen përmbajtësore, vërtet mund të jetë një ekran i vogël, një dritare e vogël, siç që themi kështu, por që janë nga ato dritaret e vogla që bëjnë gjërat e mëdha. Ka rëndësi ana përmbajtësore, ka rëndësi objektiviteti, ka rëndësi mënyra se si shtrohen gjërat, etika që ruhet në radhë, këtu e gjeni. Kështu që edhe një herë i bëj ftesë pjesës tjetër, formacionit tjetër të majt, edhe drejtuesve politikë, që kam do kisha pas shumë dëshirë të kisha pas të dy këtu, por që të jeni të shfrytëzoni këtë ditë pikërisht edhe paraqitjen tuaj këtu në kuvend. Nuk ka më bukur se sa të jesh në kuvend. Atëherë do jemi sërish në emisionin e ardhshëm në kuvend. Faleminderit. Në Acrolis TV. Faleminderit shumë.